Të ngrihemi në këmbë dhe të nderojmë himnin e flamurit. Nderuar lideri ynë historik, kryetari I Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. Mirë se keni ardhur në qytetin e Lushnjës. Të nderuar demokrat, zonja dhe zotrinj, të rinj e të reja, mirë se erdhët në këtë takim kaq të veçantë.
ndihe me nga zëllyer. Kjo sallë po buqet plot shpresë dhe ndjenjë fitoreje. Unë jam Era Irion Kërçuku dhe kam... Faleminderit. Dhe kam nderin e veçantë të jem sot përpara jush në këtë ngjarje kaq domethënëse për qytetin ton të dashur, qytetin e Lushnjës. Është një privilegj për mua që të mirëpres së bashku me ju liderin ton historik, Profesor Doktor Sali Berisha. Kandidatët dhe personalitetet që përfaqësojnë të ardhmen dhe vizionin e Partisë Demokratike për qytetin e Lushnjës. Në këtë moment kyç për vendin ton, ne jemi mbledhur këtu për të dëgjuar një zë të fortë, një zë shprese, një zë optimizmi. Partia Demokratike mbetet forca e lirisë, e së vërtetës dhe e vizionit për një të ardhme të ndritur. Të rinj si unë, që kemi vendosur të mos qëndrojmë pasiv, por të angazhohemi për të ardhmen ton. Besojmë se ndryshimi është i mundur. Vetëm kur qëndrojmë të bashkuar dhe mbështesim po këto vlera të lirisë, meritokracisë dhe fjalës së lirë. Por sot, më shumë se kur, Lushnja ka nevojë për zgjim. Një qytet me histori, me kontribute, me njerëz punëtore të ndershëm dhe është lënë pas dore, pa vëmendje, pa zhvillim dhe pa dinjitetin që meriton. Rrugët, shërbimet, bujqësia, të rinj, të arsimi janë një dëshmi harrese dhe është e dhimbshme. Por unë besoj te ne. Besoj në shpirtin e gjithsecilit prej jush këtu. Asnjëri nga ne nuk do dorëzohet. Me kurajon tonë që se zë heshtja, sepse Lushnja nuk është një qytet që pranon në shtrimin. Lushnja ka zë, Lushnja ka zemër, Lushnja ka forcë. Sot jemi këtu për të ndezur një dritë shprese, një ftesë për të bërë bashkë, për të kthyer dinjitetin dhe për t'i dhënë Lushnjës vendin që i takon. Këtë ne mund dhe do t'ja arrijmë me besim, vendosmëri dhe guxim. Vlera këto që na përkasin ne, njerëzve të lirë. Fitoria nuk është vetëm një datë, jo, është një frymë, është një ndjenjë që rritet nga zemra në zemër. Dhe sot, kjo frymë ndjet në këtë sallë dhe kudo. Ndjet në sytë tanë, në sytë tuaj, dhe besomni, do t'jetë më shumë në vazhdim. Prandaj, të gjithë së bashku, për Shqipërinë tonë madhështore, ashtu si që takon, fitore. Ftoj të marri fjalën Zoti Vladimir Çela, fermer. Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Vladimir Çela, fermer nga Karbunara e Lushnjës. Prej shumë vitesh që merrem me bujqësi, që nga viti 91. Puna e fermerit është shumë e vështirë se do përkushtim du të ngrihesh që në mëngjes pa orar deri në mbrëmje vonë se ka punë të veta. Po akoma më të vështirë, po na bën qeverisja aktuale. Ne kemi ngel në mëshirë të fatit. Pa subvencione, pa ndihmë, marrë një subvencionim qesharak që nuk mbulon as gjërat minimale. Prandaj, i kërkojmë që të
të mbështetemi nga Partia Demokratike se pikat që ne i kemi parashtruar janë në programin e Partisë Demokratike. Më falni për emocionin. Për shumë vitesh fermer, nuk dua që ta lësh Shqipërinë. Kam ngulmuar që të punoj në tokat tona, të shërbej vendit tim, që për popullin shqiptar të ketë produkte vendase, të mos vinë produktet nga vendet tjera. Prandaj, kërkojmë mbështetjen e Shqipërisë madhështore, programin, siç e thash, në pikat e PD-s janë kërkesat tona. Unë flasë në emër të gjithë fermerëve, jo në rrethin e Lushnjës, po anë e mban Shqipërisë që janë lënë në mëshirë të fatit. Që mos të braktisim tokat tona, që mos të trajtojmë sikur jemi sklever në tokat tona, po të trajtojmë me dinjitet siç i takon një fermeri. Prandaj ftoj gjithë fermerët të mbështesin programin e Partisë Demokratike për një Shqipëri madhështore. Ju falenderoj të gjithë. Falenderoj. Faleminderit zoti Vladimir. Ftoj të marrë fjalën zoti Elsido Gjini, kryetar i komanduar i degës i Partisë Demokratike Dega Lushnja. Shumë i nderuar kryetari i Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. Mirë se erdhët në Lushnjë. I nderuar zoti Kazment Bardhi, drejtues politik i Qarkut Fier. Të nderuar miqtë e mi, kandidat për deputet në Lushnjë dhe Divjak, Edi, Sajmiri, Gersa, Genti dhe Pajtim. Të nderuar kandidat të Qarkut Fier që jeni sot prezent të gjithë bashkë në këtë takim. Të nderuar simpatizant dhe simpatizante të Partisë Demokratike. Të dashur bashkëqytetarët e mi lushnjar. Jam Elsido Gjini, kryetari komanduar i Partisë Demokratike Dega Lushnjë, me profesionin farmacist dhe i përkushtuar për të bërë më të mirën për Partinë Demokratike në këtë fushatë zgjedhore. Kjo jo vetëm si një përgjegjësi personale partijake, por si një angazhim i përbashkët për strukturat tona të partisë për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për komunitetin tonë. Sot është një ditë e veçantë, një ditë që shënon fillimin e një rrugtimi të ri, rrugtimi shprese, besimi dhe përkushtimi për të ardhmen tonë të përbashkët. Jemi këtu së bashku për të hapur fushatën elektorale të Partisë Demokratike e qytetit Lushnjë, për të ndarë me ju vizionin tonë dhe për të kërkuar mbështetjen tuaj në këtë garë të rëndësishme. Gjatë kësaj fushate, ne kemi parë qartë çdo program, kemi ekipi më të mirë të kandidatëve, djemve, vajzave, burrave, gratë të ndershëm e punëtorë të qytetit tonë, të aftë dhe të përkushtuar për të sjellë ndryshime të prekshme. Ata janë përfaqësuesit të vërtet të qytetarëve dhe do të punojnë çdo ditë me ndershmëri dhe përgjegjësi për të përmbushur programin e Partisë Demokratike në qeverisje. Prandaj ju ftoj të gjithëve të mbështesim kandidatët e Partisë Demokratike dhe të punojmë së bashku për një të ardhme më të mirë për Lushnjën, Divjakën dhe Shqipërinë. Kjo fushatë zgjedhore nuk është thjesht një garë partive, por një betejë për vlera që përfaqësojnë, si dhe për zhvillim për mirëqenie për gjithë shqiptarët. Partia Demokratike ka qenë dhe do të mbetet zëri i qytetarëve, zëri i shpresës dhe i ndryshimit. Ne nuk jemi këtu vetëm për të kërkuar votën tuaj, por për të ndërtuar një marrëdhënie
të ndershme me ju, qytetarët tanë, një marrëveshje që do bazohet në punë, në përkushtim, në vërtetësi dhe vendosmëri për të bërë këtë vend më të mirë për të gjithë. Në këtë fushat, Partia Demokratike nuk do të flasë vetëm për probleme, por do të ofrojë zgjidhje konkrete. Nuk do të premtojmë më shumë se sa mund të realizojmë, por çdo premtim që do bëjmë do të jetë një angazhim që do ta mbajmë me përkushtim. Unë ju ftoj të gjithëve të bëhemi pjesë e kësaj lëvizje për të shpëtuar Shqipërinë. Mbështetja juaj është forca jonë. Së bashku mund të ndërtojmë një të ardhme më të mirë, një shoqëri më të drejtë dhe një komunitet më të fortë. Faleminderit për besimin tuaj. Rrugtimi fitore sapo ka nisur. Rrof Shqipëria, rrof Partia Demokratike. Fitore! Faleminderit zoti Gjini. Tani, mirëpresim drejtuesin e qarkut, Fier, zotin Gazmend Bardhi. Zonja dhe zotrinj, vlezër dhe motra, më lejonin emrin tuaj t'ju uroj mirëseardhjen lushnje kryetarit Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. Të dashur bashkëtar, jam shumë i lumtur për entuziazmin dhe energjin tuaj. Bashk me ekipin më të mirë për Fierin dhe me lidershipin e Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berishën, jam i sigurt se ky entuziazëm, kjo energji kaq pozitive, ky vullnet për ndryshim janë arma jonë më e fortë për të na çuar drejt fitores së zgjedhjeve të 11 majit. Ne jemi sot këtu, të bashkuar si misionar për të bërë Shqipërinë një vend ku punohet, një vend që shpërblen punën, një vend ku jetohet më mirë. Ne jemi sot të bashkuar kudo, në Lushnje, në Fier, në Patos, në Roskovec, në Divjak e Mallakastër, ashtu si në gjithë Shqipërinë për t'i dhënë fund me votë të keqes që prej 12 vitesh po sundon shqiptarët me metodat më mafioze dhe më poshtoruse. Kam takuar shumë prej jush këto javë në të gjitha qytetet dhe në shumë fshatra të qarkut të Fierit. Mesazhi i parë dhe kryesor që marrim nga secili qytetar është se u ka ardhur në maj të hundës. Janë të zhgënjyer deri në pikën që mallkojnë veten se kanë votuar një parti që vetëm i ka shfrytzuar për vota, pa mbajtur as më të voglin premtim. Është e papranueshme që të kesh në dorë qeverinë prej 12 vitesh me radhë dhe të mos bësh një ujësjellës të ri, një kanalizim, të mos shtrosh një rrugë të re, të mos japësh subvencione për fermerët pa interesa korruptive. Është e papranueshme që të kesh 12 vjet çdo pushtet dhe të mos rrisësh pensionet, të mos hapësh një vend pune, të mos ndihmosh bujqësinë me investimet e duhura. Ky nuk është thjesht një dështim i një qeverie. Ky është katrimi një vendi, ky është katrimi i Shqipërisë. Ne duhet ta shpëtojmë. Dështimi i Edi Ramës dhe i marionetave të tij që kandidojnë këtu në Lushnje dhe në gjithë qarkun e Fierit, përkthehet në humbjen e disa gjeneratave, në shpërbërjen e një kombi. Edi Rama erdhi përpara 4 vitesh në qarkun e Fierit dhe premtoi hapjen e një universiteti ndërkombëtar në Fier, por ju jeni dëshmitar që jo vetëm nuk hapi universitet ndërkombëtar siç premtoi, po vetëm në Lushnje, këtu ku jemi sot,
në ndrejtimin 12 vjeçar të Edi Ramës, janë mbyllur mbi 18 shkolla, në nivel drejtorie arsimore, në gjithë Fierin, ka më shumë se 30 shkolla të mbyllura, sepse nuk ka më nxënës. Ka nikur bashkë me familjet nga sytë këmbët për shkak se këtu korupcioni u ka mbyllur çdo derë, çdo mundësi. Na takon ne, Partisë Demokratike, t'i japim fund kësaj fatkeqësie kombëtare. E dëgjoj çdo ditë nga shumë lushnjarë firak në gjithë qarkun, që më thonë se këtë herë do të votojnë kundër Edi Ramës. E kuptoj protestën e tyre, zhgënjimin me partinë që u premtoi parajsën dhe u la ferrin. U premtoi se do të hanë me luk Floriri dhe s'u la asnjë qindar për të punuar tokën. Shumë mirë, votoni kundër, është e drejta juaj, por kam një kërkesë për secilin prej jush. Mos e shihni Partinë Demokratike si të keqen më të vogël. Ekipi ynë këtu në Lushnjë dhe në gjithë qarkun e Fierit dallon si dita me natën me ekipin e kundërshtarit ton politik. Ne jemi si ju, jetojmë me djersën ton. Ata janë ata që na vjellin. Të dashur bashkëqytetar, kujtoni për një moment, kë kemi ne përballë këtu në qarkun e Fierit. Kemi Belinda Ballukun, simbolin më domethënës të korrupsionit. Kemi njeriun e fryrë nga arroganca e pushtetit 12 vjeçar. Kemi njeriun që me parate pista mendon se do të blej dinjitetin e lushnjarëve dhe qytetarëve të qarkut Fierit. Kemi njeriun që nuk ka respekt për socialistët e ndershëm, jo më të ketë respekt për qytetarët e zakonshëm dhe pa parti. Njeriun që ka pushtuar si band qarkun me varësit e saj, ku shkëlqen këtu në Lushnje, famozja Laureta Omeri, që në shoqërinë e eksponentëve të krimit organizuar, me cilën kalon çdo sekond të ditës në qytetin e Lushnjes, gjurmon jetën e secilit prej jush të banorëve të këtij qyteti me shpresën se do t'i nënshtroj me presion dhe me parat pista. Por ju siguroj, të dashur qytetarë të Lushnjes, se është vetëm çështje kohe që ekipi i zullumeve dhe korrupsionit shkoj prapa hekurave aty ku e kam vendin. Kë ka përballë në Lushnje Sajmiri, Edi, Genti, Gersa apo Pajtimi. Ju e dini, po për t'ja kujtuar qytetarëve të Lushnjes, ka të sponsorizuar në bandave Kujdina Zake, Petullën e Belinda Ballukut, Petrit Malajn, Ministrin e Financave, që kërkon votën e fermerëve firak dhe lushnjar, ndërkohë që nuk ka gjetur një herë të vetë me kurajon për të ngritur zërin për fondet e bujqësisë, apo për të thënë që i kemi lënë fermerët e Lushnjes në mëshirë të fatit. Kemi zgjatimin e korrupsionit në pushtetin lokal Elton Korreshin. Kemi përfaqësuesin e një familje që ka pushtuar me farefis, mace e qenë, çdo institucion në Lushnje, nga Këshilli Bashkiak, te spitali, te OSHE-ja, te arsimi, familjen Haxhiu. Dhe një 2 apo 3 anonim të tjerë apo një 2 apo 3 anonim të tjerë që as emrat nuk ja din qytetarët e Lushnjes, se kur në karrierën e tyre profesionale nuk ishin një ditë të vetme në krah të qytetarëve. Të dashur qytetarë të Lushnjes, Divjakës dhe gjithë qarku të Fierit. Ne nuk jemi e keqja më e vogël, ne jemi alternativa më e mirë, ne kemi njerëzit më të mirë, ekipi më të mirë, programi më të mirë. Kemi vullnetin për të zbatuar këtë program dhe për të lënë shqiptarve pasurin, mirëqenien, begatin, qetësin dhe sigurin që meritojnë për fëmijët dhe për veten e tyre. Ne kemi edhe një muaj deri në ditën e zgjedhjeve, por unë mund t'ju them me bindje
se këtu në Lushnje, në Fier apo në gjithë qarkun e Fierit, në çdo shtëpi ku kam hyrë, kam gjetur një mesazh të shprehur dhe të pashprehur. Fitoria është e mundur, secili prej jush ka fuqinë për të bërë aksioner në këtë fitore dhe për ndërtuar së bashku një Shqipëri më të mirë. Çdo vot, çdo zë, çdo angazhim është i rëndësishëm. Çdo ditë deri në 11 maj është një mundësi më shumë për ne për fitoren e Partisë Demokratike. Le ta shndrojmë këtë entuziazëm sotëm në veprim. Së bashku në 11 maj kemi shansin e artë për të vënë votën në shërbim të familjes dhe jo vetëm të partisë. Është një mundësi historike, për një fitore historike, sepse ne jemi Partia Demokratike, Partia e Ndryshimit. Ne jemi njësha, për ne asgjë nuk është e pamundur. Fitore, fitore, fitore! Faleminderit zoti Bardhi. Tani është momenti të prezantojmë kandidatët e Partisë Demokratike dhe Koalicioni Shqipëria Madhështore. Ftoj në sken zotin Luan Baçi me profesion jurist. Zonjën Brunilda Haxhiu me profesion ekonomiste. Zotin Sajmir Koreshi me profesion jurist. Zotin Eduard Qarka me profesion ekonomist. Zotin Pelivan Bufi me profesion mësues. Zotin Ledion Qala me profesion inxhinier. Zotin Gentian Qela me profesion jurist. Arben Shuko me profesion jurist. Zotin Maltin Dogani me profesion inxhinier. Zotin Ardian Ferro me profesion mjek. Zotin Ajet Gurguri me profesion ekonomist. Zonjën Silva Hasaj me profesion ekonomiste. Zotin Arben Hoxhaj me profesion agronom. Zotin Gentian Koçi me profesion ekonomist. Zonjën Samena Malena e shkenca politike. Zotin Pajtim Murizi me profesion mësues. Zonjën Suzana Numani me profesion mësuese. Zonjën Gersa Rudha, përkthyese. Zonjën Luljeta Sejko me profesion financiere.
zotin Fatjon Semanjaku, ekonomist. Tani, kam kënaqësinë dhe privilegjin, nderin e madh, që t'i jap fjalën kryetarit të Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. Dashur qytetarë dhe qytetarë, banorë dhe banorë të qytetit dhe rrethit Lushnjës. Nderimin tim më të madh për ju, për uljen më të thellë para jush, burra dhe gra, 33 njerëz punëtor, njerëz të mirë, njerëz të cilët jeni të gatshëm për sakrifica, së pari për një jetë më të mirë, për secilin prej jush, për një Lushnjë më të mirë, për një Shqipëri më të mirë, për një Lushnjë madhështore, për një Shqipëri madhështore. I dashur, Zoti Gazmend Bardhi, udhëheqës politik i qarkut të Lushnjës, të dashur, kandidatë dhe kandidatë për deputet të qarkut të Fierit, më falni, të qarkut të Fierit dhe qytetit dhe rrethit të Lushnjës. Kam derë të veçantë. Kam derë të veçantë që vi sot këtu për të paraqitur ju, burra dhe gra, individ të shquar, njerëz të suksesit, njerëz me dijitet, që përfaqësoni vlerat më të rrira të familjeve, të komunitetit, të qytetit dhe fshatrave të këtij rrethi. Do përfaqësonin parlament me dijitet, interesat e tyre më jetike dhe më të mira. Krahasimi juaj me deputetët e Lubis, deputetët e Shtytëve, janë të krahasosh natën me ditën. Demokrate, qytetar dhe qytetar. Askush nuk mendonte kur para 4 vitesh se forca politike të cilët ju i dhatë besimin për të mbrojtur idealet tuaja, për të mbrojtur parimet tuaja, do të vinte sot në prag të fitores me forcë se kur, me fuqishme se kur, pas përpjekjeve që u bën për ta fshirë atë si forcë politike. Ju e ngritët Partinë Demokratike, e ngritët opozitën si Feniksi nga hiri, dhe ja ku jemi sot, më të thellë, më të qartë, më të guximshëm se kur në ekzistencën tonë. Miqtë e mi,
këto 2 ditë që kaluan, kanë qenë për herë të parë në histori ditët e Europës për Shqipërinë, ditët europiane për shqiptarë, në Strasburg dhe në Bruxelles, në rendin e ditës, ishit ju qytetarë të Lushqes, ishit qytetarë shqiptarë, ishit të drejtat tuaja, ishte diteti juaj, ishte vote juaj, ishte ardhja juaj, mirënjohjet pakufishme, miqve tanë në Europë, që bën kaos të tyre, kaosën e lirisë së shqiptarve, kaosën e votës së lirë, të lushnjarve dhe mbar shqiptarve. Këto 2 ditë, dielli shkëlqeu më shumë se kur, mbi vlerat, parime dhe idealet që u mbrojtët. Unë isha në Strasburg dhe nga mëngjesi gjernatën vonë, paraqita Shqipërinë, situatën e saj, por paraqita dhe vendosmërinë e opozitës, projekte e saj për një Shqipëri madhështore. Miqa, e dini ju, se ndonjëherë njeriu turprohet edhe për atë që s'duhet turprohet kur. U turprova kur mora vesh se kreut të narkoshtetit shqiptar ja kishin anulluar darkën zyrtare në Këshillin e Europës, sepse ishte sjellur si brigand, jo si kryeministër. Ishte sjellur në mënyrën më të padenjë dhe këteja u ka fshehur shqiptarve. Sot, në Parlamentin Evropian, ishte ndigjesa për Shqipërinë, ndigjesa e dytë në historinë e këtij vendi. E para, miqtë e mi, u zhvillua në vitin 2001, kur me mekanizmin e famshëm të dushkut i morën opozitës 11 mandate. Ngelën në klasë, mbetën urzuën. E dyta u zhvillua tani pikrisht 3 ditë para fillimit fushatës elektorale, sepse Europë e ndjeu se padrino i Shqipërisë nuk ka nxjerrë mësime. Pra, ju e shifni, miqtan, kudo që janë, presin me padurim votën e lirë të shqiptarve, fitorën e opozitës. Të dashur miq, Partia Demokratike dhe Aleanca për Shqipërinë Madhështore vjen tek ju me programin më të mirë, me programin të cilin kur ndonjëherë nuk e kanë paraqitur më parë para shqiptarëve, me programin që shqiptarët se ka njohur kur, programin e Shqipërisë Madhështore. Duhet t'u garantoj se ky program, zbatimi i tij, kohë krejt tjetër për çdo shqiptar. Ky program fillon nga zemra, dhimbshuria e njeriu. Sepse ne, në një mënyrë ose një tjetër, jemi një vend sot ku
qindra e mira qytetarë derdhin lot të ftohta nga mjerimi. Jemi një vend në cilin dhjetër mos qindra mira familje nuk ushqejnë dot si duhet fëmijët e tyre. Sepse para taksat e tyre vidhen nga qytetarët. Sot ne jemi një vend ku me qindra mira smur nuk marrin dot ilaçet dhe shumë prej tyre në kthetat e vdekjes përballen me të, jo nga smundja, por nga mungesa e ilaçeve. Sot jemi një vend ku s'janë të pakta familjet që shtrojnë sofrën, por nuk kanë ushqimin për fëmijët e tyre dhe detyrohen të thonë, pa shfatin djalë, pa shfatin vajzë, në rrugë, gjej fatin tëmë. Dhe fëmijët, vajzat, djemë, largohen dhe vetëm largohen nga Shqipëria. Sot pra, ne jemi vetë një vend në cilin u larguan. U larguan mbi 45% e shqiptarëve nga Shqipëria. Na dhe ne do fillojmë aty ku është dhimbja. Aty ku është dhimbja do t'jemi ne dhe kemi vendosur 3 muajt e parë çdo shqiptari që merr dën 200 euro do marr 200 euro. Pensionisti që merr pensionin 200 euro do marr 200 euro. I papuni, ndihmë ekonomike, studenti me bursë dhe çdo shqiptar tjetër nuk do firmos kur në 200 euro në borderon e këtij vendi. 200 euro shumë nuk janë. Por, në standardin ndërkombëtar, 200 euro janë jashtë varfërisë ekstreme. Janë 6.2-3 dollar në ditë, euro, dhe ai që merr kaq nuk është varfëri ekstreme, mbetet në varfëri. Por mjerimit, numërimit kafshatës i japin fund, jo vetëm me këto. Jo vetëm me këto. Përkundrazi, të gjithë këtyre do t'u japim kartën e konsumatorit. Karta e konsumatorit do të thotë që ata ushqime do t'i blejnë 20% më lirë se sa të tjerët me rrogat mesme dhe të larta. Të gjithë këtyre do të rimbursohen 100% ilaçet. Pensionistët do kenë të drejtë të bëjnë analizat plota falas 2 herë në vit. Lista e barnave do t'jetë identike 1 për 1 me Italinë. Nuk matemi ne me Italinë, por ilaçe do matemi. Do matemi ilaçe. I smuri në Shqipëri do mjekohet po me ato ilaçe që mjekohet italiani në Itali. Që mjekohet Bashkimin Evropian. Pra, do vendosim disa standarde tjera, sepse është kriju një hendek i tmerrshëm për pirës, midis atyre që kanë dhe atyre që nuk kanë. Dhe në këtë mënyrë shoqëria vetëm ndahet dysh, vetëm qahet gjithje me shumë. Rrogat ulta në Shqipëri nuk do të ketë. Në asnjë thanë dën 500 euro. Garantoj sipërmarrësit. Garantoj sipërmarrësit se do të kompensohet me ulje taksash. Qindark për qindark rritje e rrogave në 500 euro të punojësve. Por, shqiptar që të marrë në punë dën 500 euro nuk do mund të ketë kur. Ekziston një drejt, e cila duhet respektohet.
Rroga mesatare do të jetë 1.200 euro. Mësuesit do arrijnë në rrogën 1.500 euro, ndërsa ata të paguhen më shumë se çdo mësues tjetër në Ballkan. Energjia, bizneseve do të ushitet me 6 lek nga 18 që ushitet sot kilovati. Familjarëve do ushitet me 7 lek. Tarife e ujit do përgjysmohet. Pra, me këto masa, besoj se ne e lehtësojmë në një shkallë të caktuar jetën e qytetarëve tanë që janë në nevojë. Kjo sigurisht nuk është Shqipëria madhështore, por e ka thënë Mahatma Gandhi se madhështia një kombi matet me qëndrimin që ai man ndaj atyre që kanë nevojë, ndaj të varfrit të tyre. Dhe ne do kemi ndryshim rregjësor në qëndrimin ndaj tyre. Nuk ka të varfër nga demelizmi, të varfrit i ka bërë politika të varfër dhe ne këtë politikë do ta ndryshojmë. Miqtë e mi, nuk ka rreth, nuk ka qytet, nuk ka qark që mund të bëhet më madhështor se qarku i Firit së rrethi Lushnjës. Gjithçka në të rreth natyra e ka bërë madhështore. Lushnja ka potenciale të jashtëzakonshme bujqësore. Lushnja ka fermer të mrekullueshëm, njerëz të zot, të punës, të djersës. Lushnja ka brigje turistike ndër më të bukurat. Ka çdo potencial. Pra, made in Lushnja, made in Albania, krelari lushnjare, krelari kombëtare. Miqtë e mi, po, askush mund të prodhoj më shumë se fermeri lushnjar në qoftë se ti i heq atij, i largon të këqija që i ka bërë regjimi. Në qoftë se ti i garanton atij kushtet që djersë e ti të japë mbrojtësinë, të japë prodhimet, të japë suksesin që meriton. Dhe ne këtë do bëjmë. Çfarë është kjo? Së pari do ta barazojmë me fermerët e tjerë. Këtu të rajonit do subvencionojmë 5 herë më shumë. Do të rrisin fondin e subvencioneve 5 herë. Për çdo fidan, për bim të arave, për njësi prodhimi, për çdo krem bagti. Po, atëherë të maten fermerë të tjerë me fermerin e Lushnjës. Kush prodhon më shumë dhe kush prodhon më lirë. I Lushnjës do jetë i pari. Sot, ky regjim, për t'i hapur dyrët shkatrimit prodhimit bujqësor, ka vendosur taksën të vëshën asimetrike tek grumbulluesit dhe përpunuesit e prodhimeve. Unë ju jap fjalën ju se 3 muajt e parë taksa do vendoset taksa asimetrike, e cila bën që prodhuesi dhe që përpunuesi t'i kthej fermerit të marrë ai të vëshën 20% për prodhimet që shet. Ballkani i hapur. Kjo marrëveshje që shkatroi me mira ferma, që solli vërshimin e prodhimeve të subvencionuara 8 herë më shumë se prodhimet në Shqipëri nga Banata dhe Shumadia, për shkak të Brotherhoodit Rama Vučić,
do të hidhet në kosh të plerave javën e parë të qeverisjes Partisë Demokratike. Linjë kreditit but, në të cilën qeveria do të paguajë 80% e interesit, do ofrohet fermerëve të Lushnjës dhe të mbarë Shqipërisë. Nuk ka tokë më pjellore se toka shqiptare, as kërkun. Ky vend nuk ka as një plam tokë pa frut. Lushnjën po fillon t'i kripzohen tokat, sepse s'ka investime në asgjë. Atëherë, vaditja dhe kullimi dhe mbrojtja e tokës do t'jenë 3 përparësi madhore të qeverisë ardhshme. Kudo në botë, ndodhë që mbi prodhimi, ndodhin që fatkeqësi dëmtojnë, edhe tani më tha, më informuan se janë dëmtuar prodhimet. Qeveria do ketë fondin e kompensimit, me çmimin bazë të të gjithë dëmtimeve që vijnë nga faktor natyral ose stoku i mbi prodhimit dhe mos shitja e tyre. Ndonse ju them këtu, e deklaroj këtu. E deklaroj këtu botërisht, se do të mbrojmë në çdo sezon prodhimet tuaja. Dhe se çdo vend e bën këtë përveç Shqipërisë sot. Po, do t'i mbrojmë ato. Çdo vend i mbron. Nuk është e vërtet që hap secili vend, përveç Edi Ramës, që i shkatroi prodhimet. 2000 ton patate ju kalbe një fermerin Pogradec për shkak të Ballkanit hapur. Mira ton fruta, prodhimet e tjera mbetën u hodhen kanaleve. Mira ferma falimentuan. Kjo merr fund. Miqtë e mi, Made in Albania do t'jetë krenaria jonë kombëtare. Memja e gjallë, se kështu po e quajmë ne atë, ai që më quajnë mua buf, po ai nuk kupton që më ka dhënë një përsitje jashtëzakonshme dhe ju garantoj ju që do përdor gjithë eksperiencën, mençurinë time për ta përzanë me datën 11 maj bashkë me ju. Po. Lere mos e pyet datë. Kopion dhe imiton si majmuni. Sot kishtë deklaronë se do prodhojmë Made in Albania makina ushtarake. Jo, mor jo, do t'a fillojmë me qumshtin, do t'a fillojmë me misrin, do t'a fillojmë me frutat, do t'a fillojmë me zardavatet, do t'a fillojmë me biznes të vogël, do t'a fillojmë me biznes të madh. Do prodhojmë dhe makina, do prodhojmë çdo gjë. Shqipëria do t'jetë prodhuese dhe vetëm prodhuese. Biznesit vogël. Tavanin nga 140.000 euro do e ngrem në 180.000 euro për të vëshën dhe tatim fitimin. 0 në 180.000 euro do kenë të vëshë apo tatim fitim. Biznesi vogël. Do paguaj asnjëherë më shumë se 1/10 e të vëshës e xhiros taks që i vën bashkia Shtytve këtu, apo bashkia Erionëve në Tiranë, apo ati tjetrit në Firë. Jo, 1% s'do mund t'i vën kur më shumë. Do të diktohet sipërfaqja publike. Isha në treg,
një keqardhje të madhe, njerëz që sakrifikonin shumë, në këmbë gjithë ditën, në kushte të vështira, dhe paguanin nga 120.000 lekë që kishin patur si përfaqen e plakat publike, trotuarin e paguanin tani 1.500 lekë, rritur 15 fishin. Merr fund kjo batërdim mbi bizneset e vogla. Biznesi i madh dhe bizneset tjera do kenë taksën 10%. TVSH-ja do ulet në 15%. Do të hiqe një seri masa shtërngues të inspektoriatet do marrin karakter krejt tjetër. Pra, Made in Albania do t'jetë hapi madh drejt Shqipërisë madhështore. Miq, por Shqipëria madhështore e ka kusht të gjitha kushtëve pastrim në shtëpisë tonë. Në qoftë se nuk ndahemi me krimin dhe me hajnat, me hajdutët që pinë gjakun tuaj si shushunja ditë për ditë, ne tarfe nuk kemi. Ndaj dhe unë ju a fjalen ju, se me forcën e ligjit, me gërshërt e ligjit, do pritet, do vendoset para drejtësisë, çdo lidhje krimit, çdo kriminal, çdo qeveritar i kriminuar. Këtu, banda ka rrëmbyer tregun e ndërtuar me para tuaja, me taksat tuaja. Ndal parat me kryetarin e bashkisë dhe juj dhe fshatarëve u merr sa fregu pulën. 11 maj është zgjidhja, pa lërë, kishte pru, po ka kandiduar dhe deputetin për ta pru në parlament. Fatin e çyrëve Zaka do të ketë, se dhe çyrëve në Abdyl të sollën, po ja ku është atje. Edhe Zaka atje do shkoj. Nuk keni drejt të kandidoni ju në parlament, ju vendin e keni atje për vepra që keni kryer. Ndaj u them lushnjarë, u jep fjalën në nderit. Lushnjarëve dhe shqiptarëve, se një nga një, bandat, kudo që janë dhe banditët, edhe shpellat me thella po futen, do vendosen para ligjit. Shqipëria madhështore është Shqipëria ligjit, Shqipëria drejtave të qytetarëve, e dignitetit tyre, e lirive tyre, nuk ka bandit, nuk ka ministër, nuk ka njeri që mund t'i shkel ato. Miq, këto ditë që kanë ngel, juftoj, tuli me çdo fermer, me çdo qytetar, me çdo biznesmen, të bashkohemi në këtë betejë, duke i garantuar se nuk do ketë të humbur përveç atyre që i kanë përveç atyre që kanë kryer krime duke vjedhur parat tuaja apo krime të tjera. Të tjerët do dalin të fituar pavarësisht nga bindjet e tyre politike. Do t'u thonë, po ku i gjen këta parat që do i premton shumë të mënyrë? Po, fare thjesht. Këto para janë të gjitha në buxhet. Por nuk do ndërtohen më djegsa, nuk do vidhen më. 130 milion euro për djegsin e Tiranës dhe djegsi nuk ekziston. 130 milion euro, miqtë e mi, janë 812.000 pensione. Nuk do mund të mendoj, nuk do mund kur të mendoj një ministër që të shpenzoj 10.000 euro për të larë se dilje në makinës vetë. A keni dëgjuar ndonjëherë, pyesni çdo njeri. S'kisha dëgjuar kur në jetën time, as nuk kisha lexuar ndonjëherë. Pyeta një milioner, më thuaj të lutem, çfarë makinën? Shoferi më tha, po të ketë nevojë kur bëhet të balte, çoj të një lavazh dhe kurse lubia që vjen këtu të kërkoj votat, ka bërë tendrin
10.000 euro për të pastruar makinën e saj çdo ditë, e cila duhet të jetë në një garazh, në një lavazh që nuk është më larg se 2 kilometra nga ajo e kjo, ndan para këta dhe hajdu xhepash, i ndan parat me pronarin e lavazhit. Nuk do ketë. Një gjë do u them. Në një nga masat e më parme, qeverisë më parme, zëvendës ministrave ja u hoqa veturat. Ja u hoqa. Ju shtuan parat në rrogë sa duhej transporti. Sa u fitue? 20 milion euro. 20 milion euro. Sigurisht. Janë qeveria s'ka parat vetë, janë të gjitha tuaja. Dhe në fundit me gjitha këto miqtë e mi çfarë po bëjmë. Po ja u kthejmë parat tuaja. Pa mund vendosen 8 miliard euro. Duhet t'jesh i çmendur, mos kesh zemër, mos kesh shpirt, që vend tu 8 miliard dhe thua pensionistë dhe do jep 16 milion. Po si mund ta bësh këtë 16 milion për 700.000 shqiptarë? Të cilët marrin sot aty sa merr 100 shtëpie paguan qeveria gjermane për kafshë të shtëpisë. Reale kjo. E pse në 2013 nuk mirrin shumë, po mirrin më shumë se malazezi, më shumë se maqedonasi, më shumë se shqiptarin Kosova apo serbin Serbi. Sot pensionisti malazez merr 450 euro. Mirë të 138 euro në vitin 2013. Po si arritën? Po si arritën sepse kishte kryeministër të përgjegjshëm, i cili e kuptonte që në buxhet detyra e tij është një pjesë të mirë të këtyre parave t'ja u kthejë qytetarëve direkt, rroga dhe pensione. Kurse këtu lukse për qeveritar. 21 milion me avion ky, se s'mund të udhtoj me linja tregtare. Shishe vere, 33.000 euro, që ju garantoj s'ka kryeministër në botë që hap shishe verës 33.000 euro. Nuk them për mbretërit se janë, apo princat ata janë punë e tyre. Po kryeministët i vendit nuk i lejon vetës kurrë. Sigurisht, këtyre s'u dalin parat. Po ama një gjë, ju kanë marrë taksa gjatë këtyre 12 vite 67 miliard euro. Nga këto 67 miliard euro kanë paguar gjithsej 16 miliard rroga. Tjerat ku janë? Ku shkuan? Çfarë u bën? 90% e tyre u vodhën dhe u shpërdoruan. Merr fund kjo. Ju garantoj se rrugë do ndërtohen shumë më tepër. Vepra publike do ndërtohen shumë më tepër. Shqiptarë do punësohen gjithnjë më shumë. Rrogat çdo rriten çdo vit gjersa dalim në krye. Po nuk do ndërtojmë kur rrugë. Po nuk do ndërtojmë kur rrugë. Nuk do ndërtojmë kur shkolla me çmime 8-10 herë më të larta se në Bashkimin Evropian. Ta janë të papërmbajtur. Këta nuk din të ndalen kur, prandaj t'i ndalim me 11 maj. T'i ndalim të shpëtojmë Shqipërinë. T'i ndalim se jemi paksuar po shkretohemi çdo ditë më shumë. Të ndalim të krijojmë mundësinë për këtë program. Programi më i mirë që kanë patur shqiptarët. Dhe 2 fjalë do të them për Sali Berishën. Miqtë e mi, unë jam vi këtu para jush dhe kudo që shkoj, ju siguroj se në këtë rikthimtimin kam patur 0 ambicje personale. Kam patur dhe kam 0 ambicje për luks dhe për para. Jo. Në këtë bosh, në këtë vjesht timen, interesat e mia janë krejt tjera. Por u ktheva. U ktheva sepse e pash që
kërkoni një Shqipëri pa opozit. Po Shqipëria pa opozit ishte pastaj si Ajlisi, i thatë që tha dhe pret, shtërngat e parë për të rëzue. E pash se kërkon një opozit kontrolluar nga Edi Rama, si që shifri u tani që e bënë si Lolo atë braven e mërë mas vetes. E pash se kërkonin të bënin të tjertë listat e deputetëve tuaj. Këto pastaj ishte tjetër kjo. Dhe kjo ishte arsyeja sepse unë nërmora këtë udhëtim. Asnjë shkak tjetër. Natyrisht, nuk ka motiv më të madh sot se të luftosh për një Shqipëri madhështore. Nuk ka motiv më të madh sot se të bësh gjithçka tu kthesh parat qytetarëve shqiptar, parat e tyre në rroga, pensione dhe shërbime. Nuk ka motiv më të madh sot se tu tregosh zero tolerancë me ligjin kriminalëve, të cilët terrorizojnë qytetarët, vjedhin dhe plaçkisin ata. Se tu tregosh vendin qeveritarëve më kriminal se kriminalët ordinar, që bashkëpunojnë me bandat dhe plaçkisin qytetarët. Nuk ka mision më të madh sot se ta kthejmë lushnjën, ta kthejmë Shqipërinë në vendin e ëndrave të lushnjarëve, në vendin e ëndrave të shqiptarëve, se të kthejmë shqiptar kudo që janë. Ti rikthejmë djemë dhe vajzat tona, ti vinë këtu me një sistem fiskal 5 vite, pa taksa, të bëjmë çdo gjë për sukses në fermave të tyre, për sukses në biznesit tyre. Ëndra shqiptare është ëndra më fizike për çdo qytetar, për kombin në tërësi, rrof lushnja, rrof Shqipëria, fitore, fitore, fitore. Ke drejtë jashtë. Jo, të drejtohet. Më e përfundon.
Para,